Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Passo, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, gjithashtu në Digital, në Sport News, në këto momente për 2 orë të ardhshme. Gzim Sinemati. Viktima për ty. Viktima. E di se viktima se sa vi këtu gjej 4 shever dhe 4 kg gështenja të pjekura. Nuk e di nëse mund nisi mas ditja të Passos. Kjo nuk quhet viktim që gjithë verët më jepni mua. Kjo mund ta kemi pak tas tokën. Shiko. Çfarë ishte kjo viktima jam unë? Viktima jam unë, sepse ky verë nuk e do dhe marrë shtim to. Lenci nuk e do verë do më hapi mua. Viktima jam unë, ç'të marrën 3 verë. Ja, dëgjoj, viktima vërtet nuk lindi kështu. Lindi nga disa bashkëpunime që kemi pas në të shkuarën, po bashkëpunëtorët në përgjithësi nuk ndjekin vlerat në këtë vend, po ndjekin interesa. Çka është për të ardhur keq, anët e errta të kapitalizmit. Po ne duhet të mësojmë me një kandidat 6, 7, 8, 9 mandate dhe të vazhdojmë punën tonë. Ato ishin jashtë mikrofonit. Po thuan. Nuk duhet të thuash 10 mandate, duhet të mësojmë me diktaturën dhe ne vdesim për diktaturën. Vdesim për politikën, vdesim për dukën, vdesim për këtë, gjithë diktatura. Flisni për veten tuaj se unë jam i shkollës partisë. Ky vdes për Një parti. lloj diktaturë tjetër dhe ajo. E thash në rrethin 4 orë sot këtë javë. Ora eksakte 6:10 minuta. E sjell vetëm Verde Watches, kjo është fjala më me vend drejtor, dhe unë kam një tiso me fushë të bardhë, petashuqe, e gjeni vetëm atje, dhurat për 14 shkurt, dhurat për 7-8 mars, dhurat për 1 maj, dhurat për gjithë vitin. Verde Watches, mos ju ndani. Ta përshëndesim pak edhe Tan Stokën sot. Përshëndetje. Ky është autori i viktimës. Ja ky. Ç'ishte kjo befasi që bëre sot? Sepse unë duhet bërë gjithmonë surpriza bën ku nuk e prisni. Se po prisni pastaj çupa. Për vitin e ri, për kishin e presin gjithë dhuratat, se mos u jeni. Shumë surprizë e bukur dhe unë do doja të hapej loja e surprizave. Shumë faleminderit Tani. Inshallah po të marrë Partizani një surprizë të javës. Tani, dikush është tamam thelbi surprizës? Që neve shpeshherë marrin vera nga Italia, nga këte andej, duke besuar që janë vera më të mira, kurse ti na rikthem me këmbët në tokë, na sjell verë shqiptare. Kjo ishte surpriza. Pa bën reklam verë shqiptare, po do të shoh surpriza e bukur ishte që ja kisha paketuar në jo pa qëllim në qeset kuqe. Edhe etiketa ishte në shkrim me kuqe, e pat besoj. Po çdo gjë kuqe ran sy, pra do të thënë ka një arsye dhe kjo kuqe është e kuqe e Partizanit apo e kuqe e kuqe e Partizanit dhe kuqe e Shqipërisë. E Shqipërisë, okay. Bravo, pëlqej. Dhe Partia Socialiste, kuptohet. Ajo është roz. Nuk mungon asnjëherë. Po ta më pëlqen kjo punë. E di çka kam qef vdes për këto të PS-s që kanë ndonjëherë probleme me kështu të vogla gjyqësore gjëra dhe edhe këta si baballarët e vjetër të kombit thon të rroj partia. Jo, problemi e kanë ata me ne, se kemi ne me ata, kupton diferencën. E kuptoj. Si të qoftë, Partizani është ajo që na mbledh në Passo dhe çfarë po ndodh me Partizanin? Edhe prishim pak skaletën sot, se do e fillonim pak me turneun e Australia Open që sot duroi gjysmëfinale të jashtëzakonshme. Unë të them diçka, Po fillojmë pak me Partizanin një hajt. Ai Alcaraz, që mund të kaq mashtrus ordinar, gjithmonë bën të njëjtën lloj. Gjithmonë do të avantazhi. Tani na shikoj se Tani u ankora dhe Zverev, kështu si ty, tha dhe ai. Nuk ja lejoj kohën e mjekësisë që u fut me në dhomë, tha. Prishin ndeshjen. Tani unë si di këto rregullat e mjekësisë, po sot ishte një gjysmëfinale dramatike, ishte një gjysmëfinale jashtëzakonshme. 5 orë 27 minuta. Dhe mendoj që Zverev e humbi vet ndeshjen deri diku, jo vet në sensin që po kishte gabimin vet, sepse të kesh një kundërshtar që nuk lëviz fare, përdor vetëm krah dhe jo këmbët, për të paktën 2 sete. Ashtu, nuk është ashtu. Ashtu ishte, ai. Nuk është ashtu, se nuk. Ai nuk po godiste fare. Ja, se të krijohet përshtypja se ai s'ka lëviz fare, ka luajtur vetëm me krahët. Jo, nuk ishte ashtu. Ai 2 sete luajti vetëm me krahët. Nuk bëri kilometra të veta, po ai lëvizte. Ai bëri kilometra, po lëvizte jo si zakonisht. Ai është unë ai di ku ti them dëm tim. Është toksor që po vjen njësoj si Nadali dhe ju nuk e ndiqte tenisin Manush. Ma le mua këtë. Kaq se ju po patjetër. Do jap një shembull të freskët fare. E di ku ti quhet dëm tim tenis? Musetit. Ishte 2-0 me Djokovicin, la ndeshjen me lot në sy. Vazhdoi tha Xhoko tha, sa unë s'mundem. Se mund të vazhdoj. Ai ishte dëmtum. Ai që dëmtim, jo ky shko ka dhom, arrit çfarë 20 minuta vjen prapë. Vërtetën, edhe me pa filmin Mbreti George Manush. Është një film shumë i famshëm me tenisin. Me babai i Williams. Babai e Serena Williams. Ajo ma ke treguar Williams, po ha. Edhe aty në një moment filmit kur kjo Arantxa Sanchez, po, Spanjollja, ishte duke u mundur nga vajza e këtij, iku, u fut ke dhoma.
Edhe tha njëri, "Shi tani tha, ajo do na uli ritmin fare, tha dhe ne do shohim neshje tjetër më vonë tha. Se kjo është ideja më e vjetër e tenisit, tha dhe turpi këtyre burrave që lejojnë akoma këtë lloj ide." Edhe me vërtet. Po disa herë. Ul ritmi. Se këtë se kuptoj. Ul ritmi. Jo, pse rregullore nuk kanë Po ndryrë. ka dhe njerëz që kanë nevojë për të dëmtimin që kanë bërë gjëra, po abuzohet. Medical time out. Ama koha mjekësore. Po e ka Ule që ka zërin aty. Po ule pse e mban lart? Ty mbave radion tani që këtu. Jo zotri, ishte Top Albania Radio. Po pse e mban radion, dëgjon veten? Ideja është kjo, na solli një det bukur, me që jemi. Lejohet shkarkoni direkt aplikacionin e Top Albania Radios, bëjeni gjithë që ka bërë Jemini, sepse keni në kohë reale në celularin tuaj gjithçka, mos ju ndani se ja vlen edhe ndar kur shtrieni, fusni një kufje, mos shihni budalliqe, kur jemi ne. Mos harroj që tani jemi edhe në kanalin 10 në digital, kështu që jemi dhe në me pamje dhe me zë. Rimke Stoka? Po. Gjithsesi nesër Partizani ka ndërtuar shumë dështim Elbasanin, kryesues, le të themi, një nga këto për kryesuese. Nesër në orën 4:30. Në orën 4:30. Po. Unë nuk kuptoj gjë. Pas çik po lexoja se këto Partizani ka 39 lojtarë në borderoj që paguan. Nuk e di 39 lojtarë. Mos është dhe skuadra B. Ka çdo po nuk e marr vesh, nuk e di. Mos është dhe skuadra B. Pra skuadra e dytë. Po me siguri që do jetë, po pra se 39 lojtarë janë mund të luajnë. Patjetër më që mund të luajnë. Patjetër që mund të luajnë. Dgjoj, tani u fol këtë javë sikur mund të kishte ndoshta në një lëvizje në stol. Çka ka në gjë të re në këtë aspekt apo jo? Presidenti Demi dëgjoi gëzimsin e madh që thashë nuk mund ta heqë trajnerin, është trajner i ri, i jep shansin e vet, po më thonë që edhe 2-3 ndeshje do ta ketë shansin. Nëse ai nuk to 2-3 ndeshje nuk jep, ashtu siç mendojmë. Unë ta thash, ai thoshte për dhënë ka dhënë, dhe për vitrin ishte shumë mirë, aq ishte ajo epoka atit, por gjithsesi le të japim shansin, le të shpresojmë. Unë si tifoz normal që shpresoj gjithmonë që të fitojmë. Shojmë nesër, çfarë do ndodhi. Tani, ai sado që të jetë u quajt modeli mirë, shembull i mirë. Të besosh ke një djalë i ri, tananjer i pa provuar në ato nivele, ishte një lloj kuraje. Tani ai sa bëri mirë. Mbledh neshjet e këtij kënaqës, mbledh neshjet e trajnerëve të tjerë Partizanit, bëj një lloj bilanci, edhe pastaj shikojmë. Se Partizani luan futboll tani të pak. Luan futboll tani. Po, do ndeshjet e para ishte. Shikom. Dakor ti mund thuash luan, po në fundit futbolli matet me rezultate. Ka një objektiv për t'u arritur. Dy Partizani ka Partizani do duronte ishte Lerda, Franco Lerda atëherë, se duhet prisnin të duroshin, që nuk u durua derbin e parë dhe e hoqën, dhe pengu i dytë është Skënder Gega që mbas ishte me nome Kaljun, nuk i dha një mundësi që të punonte, sepse kishte bërë një strategji bashkë me Sakol Axhin, menaxherin e Partizanit, që do po ta kishte lejuar dhe pak durim presidenta e Partizanit. Do flisim ndryshe sot. Por drejtori Olsi është aktiv drejtori Olsi? Kurdo? Drejtori Olsi është aktiv tek Partizani? Drejtori Olsi është gjithmonë drejtori përgjithshëm, gjithmonë është aktiv. Edhe një gjë, doja të pyesja unë ty. Në momentin që Partizani mori këtë trajner, ishte një trajner. Më fal, sa drejtora keni poshtë që ai është drejtori i përgjithshëm? Sa drejtor? Drejtor sportiv teknik. Sa kompra. O tano, se na herë ti, na një kraj rebel nga kraj tjetër nuk bësh rebel. Dgjoj, kur të tjerë përgjithshëm, merret me mbarvajtjen ndash sot hotelit, që lojtarët mos i mungoja si gjë. Drejtori sportiv mos i mungoja si gjë, menaxheri të ekipit Ili mos i mungoja si gjë. Është i përgjithshëm. Është Ili Budragenjas ke Real Madrid, kështu quhet. Po, është në vot presidenti. Këtë merret ai, me këtë merret me këtë. Është pak në vot presidenti. Kam një përshtypje që Olsi nuk po merret më me Partizan. Nuk është më aq aktiv sa çka. Nuk është më siç ka qenë diku. Po ka detyrë institucionale. Që fliste me çdo lojtar, që merret me ndeshje, që merret me çdo gjë. Nuk është më në ato nivele siç ka qenë më përpara. Mendoj unë tani, duke parë situatën. Unë them që sepse ne shqiptarët desin për tash them, desin për gjëra që nuk shkojnë gjëra të mirë, themi ja, ky nuk merret më kështu. Jo, këtë nuk e thash. Nuk e thash një gjë negative, thash që ai nuk po merret më si herë të fundit. Nuk është aktiv sa çka qenë më tani, dhe ty të bien sy apo jo se nuk ka nevojë të ndihet, po. Unë nuk e di a vjen më në ndeshje. Është doj tjetër i detyrë. Ka detyrë. Tani e ka fjalën që ai është midis nesh. Okay. Bëjmë një shkëputje të vogël dhe rikthehemi përsëri. Passo në Top Albania Radio. Live në Top Albania Radio në Passo dhe fjala më njëherë për banorët. Electric Cars Albania. Ai ka qenë në Shqipëri sapo Avatar 11 në versionin europian GBT me pak fjalë në shumë ngjyra.
Vizitoni dhe atje gjeni çmimet dhe garanci direkt nga fabrika në Electric Cars Albania, rrugën pranë Tegut. Mos harroni, kaloni në Elektrike ECA, Electric Cars Albania. Me që jemi e nisëm me diskutimin pak për kampionatin shqiptar, vazhdojmë edhe pak të pjesë, ndoshta për diskutuar edhe pak për javën dhe pastaj shkojmë tek shorti i Champions League-s, tek turneu i tenisit, te fundjava që na pret në Europë dhe gjithë gjërat e tjera. Për të përmbledhur pak javën e kampionatit. Pra, këtë javë luhet Elbasani me Partizani luan në Tiranë nesër në orën 4:30, Vora me Flamurtarin 13:30, pastaj është Dinamo Bylis ora 19 dhe të dielën Egnatia Tirana 16:30 dhe Teuta Vllaznia 16:30. Kjo është java që përmbledh Java 22. Javën e Dinamo Bylis luhet në Air Albania në orën 19. Ti them këto. Në orën 19 ditën e shtunë. Jemi dhe me Stokën, e mbajmë dhe në linje gjatë kësaj pjese për kampionatin shqiptar. Lorenz, doja të pyesja diçka ty në lidhje me ka një reflektim ndoshta nga arbitrat nga gjithë polemikat e kësaj jave? Ke parë një shenjë reflektimi gjatë këtyre ditëve? Unë para se të kaloj te arbitrat do flas pak për rebelimin e 3 presidentëve. Po, jo edhe rebelimin, po një u rebelua, një krijoi polemik me kolegun. Presidenti i Vorës tha, po mbrohet Tirana që të rinë ekipet e mëdha në kategori, Presidenti i Vorës po quaj që u rebelua, se me të vërtetë u rebelua, domethënë dhe për herë të parë kisha vite pa parë këtë nga ekipi i Vorës që mua më pëlqeu faktikisht, që ka bërë një listë. Më pëlqeu mënyra se si kanë reaguar, që kishin bërë një listë me 20 raste dhe ja kanë çuar sektorit arbitrimit, 20 raste. Po. Do të thënë 20 padrejti ndaj Vorës, padrejti pas tyre ndaj Vorës ata. Nga ato që peti. Nga ato që pash unë, ndoshta 50% atyre janë 50. Po mirë, 50% goxha shifër e lartë. Ajo që më pëlqeu është, kjo është padrejti, nuk është më rastësore. Jo, po ti marrësh të gjitha ekipet aq të nxjerrin, që kanë të gjitha padrejti. Mënyra institucionale që duhet të favorizohet. Ajo sepse duhet të shohësh edhe listën në favor të kujt kanë ikur këto gabime këtu. Shiko, duhet i futur. Por janë sipas kapilare këto. Jo se këta drejt. Po mungoj diku. Diku shkon më shumë. Po kupton çfarë do të them. Do bësh një klasifikim me 10 ndërshkuarit. Po 10 përfituesit kush janë? A ka? Po s'ka mos e këta të gjithë gjën rastet që janë. Jo, gëzim. Mos ma këtë gjë duhet ta bësh ti, nuk është se do ta bëj Vora. Jo. Unë për shembull edhe më fal ta mbaroj. Për shembull, a di ju bën si ju për shembull që Vllaznia ka marrë penalti më shumë se të tjerë dhe shumë distancë me penalti? Po duhen parë penaltita, janë okay. Janë okay, jo. Po tani ka pati gjithë rebelimet që bëhen këto Big Brother Superliga që futen nëpër dhoma, po ndodhin vetëm nga penaltit. A di si më tha njëri më shumë? A di si më tha njëri një ekipit? Më tha kështu. Në gjithë botën tha loja fillon ta nga pika nga mezi i fushës ta, ke ne fillon ke pika e bardhë penaltis loja ta. Domethënë që vuajmë me presim që diku do e japi. Tani kisha një diçka tjetër. Nuk më pëlqen kjo logjika që thotë Zimi, sepse ajo është qefi që mos e përqesh ti, se ti je çuni federatës. Po jo, s'ka lidhje me federatën kjo gjë. Dëgjoj pak. Ti thua tani, Vllaznici kanë dhënë 10 penalti. Kur thua ti këtë fjalë do thotë që po prit me 20 sekondë. Ti thua që gjithë institucioni tani po mbështet Vllaznin. Jo më rëndë, jo, ka marrë penalti më shumë. Jo, mos e devio. Jo, ai thotë ka marrë penalti. Ai thotë, si shkote afër kockës, shkon afër penaltis. Po kjo afër penaltis, jo mund të kemë penaltis. Po mund të kemë por këtë penalti. O zotri, ne kemi parë tani sa javë u bëm në proces në Moviola që shohim penalti absurde dhe çuditshme. Sa javë? Se këtu po javë pas javë shikon më. Të kam mbetur ty në një mendje në një penalti e pa drejtë dhënë Vllaznis. Të lutem, o Glen, se e kisha në tjetër. Ti s'man menas gjë më. Po më ka në mandat presidenti Duka që se ka merituar. O Glen, se ti je gazetari i vjetër. Ti po ti ka merituar. Ti je gazetari i vjetër tashmë. Edhe kur hahet diskutimi i penaltive ndërkombëtar. Kur thuhet që këtë vit Reali ka marr 13 penalti, Barcelona 8. A hapet një lloj diskutimi që pse ka çu penalti? Hy njeriu me pa penalti. Po ti shoh është 13 penalti. Po pra po. Ka diskutimi brenda janë. Po Brazil thuhet që këtu ka një mbrojtje, pra këtë tendencë. Po është një diskutim ndërkombëtar në Shqipëri. Thuhet Juventusi në Itali ka marrë gjithë jetën më shumë penalti se të tjerët. Ky është diskutimi. Ky është diskutimi. Se kaluat nga një deg në degën tjetër. Un po thoja diçka tjetër. Po janë deg bukura. Po deg që nuk thyen. Tani un po thoja tjetër gjë që më pëlqeu mënyra e reagimit. Kjo është mënyrë institucionale se si reagohet ndaj padrejti. Jo, lëm fushën ikim. Presim, iku kjo. Nga tjetër kishte reagim? Patjetër që kishte se doli shefi arbitrave Jareci dhe dha atë versionin e vet që në gjithë botën gabohet. Këtë teknologji kemi, këto kamera kemi. Ky reagim ky është shikoj, ky reagim është tip Glen.
Unë kam qenë 20 vjet vet aty e di, kështu reagohet. Domethënë është reagim nuk ka kot. raste që Po kot sa për të mbaruar punë. Sa për të mbaruar punë, se nuk ka reagim. reflektim. Bravo. Reagime dikush do ishte të marrësh rastet, ti si shef i arbitrit thuash po. Ky s'është për mendimin tim. Jo, dikush është reagim. Jo të thuash që shiko. Reagimi është siç ndodh në gjithë vendet e botës, të Europës, paktën këto kampionatet kryesore. Njëjta gjithandej sojnë. Gaboj Lorenzo Emini këtë javë, dënohet 2 javë pushim. Po shurrin. Ti bëjmë të ditura ku dënohen ata, ku ta dim ku është bërë gabimi. Tu rrin më shumë për atë punën. Jo, ti se dim ku është bërë gabimi. Po ti s'di, po tu rrin më shumë. Po ti them unë, s'ke për të ditë. Mi thuaj, s'ke për të ditë. Po, s'ke për të ditë se dënimet janë me licenciator. Po këtë pra, kjo më mungon mua. A di, po ata nuk kanë hallin, ata arbitrave raport me popullin me neve. Ata kanë hall, ai plotësohet tek aty. Në vendet e Europës tani ka filluar publikojnë dhe videot e VAR. Ka një prapë si komunikojnë. Më dëgjoj Manush, më kupton Manush. Ata janë të pak kënaqur me arbitrin, jo në emër të futbollit, në emër të interesave të tyre. Dhe i dënoi fsherozi. Po ti dënonin publikisht, tregon që janë në interes futbollit, interes njerëzve. Po nuk dënohen njësoj të gjithë. Dënohet Eduard Manushi 3 javë për gabimin që bëri nesër në Filan. Dënimi i fshehurazi ka dhe një gjë, ka një gjë që fshihet mbrapa, se për shembull Lorenzo Emini gabon një ndeshje, dënon një ndeshje. Gzim Sinemati gaboi në ndeshjen e tij, dënohet 3 ndeshje, pra nuk janë dhe nuk mbajnë dhe të njëjta standarde me dënime. Kjo ka një shpjegim, kjo Glen. Ti se merr çfarë sa doria i paluaj. Ka një shpjegim. Sepse ka gabim që është gabim njerëzor. Po ka gabim pastaj që është trashanik dhe nuk e shpjegon dot. Çfarë lloj gabimi quhet? Gabim se shikojnë 10 veta. Një rast flagrant se shikojnë 10 veta. Këtë javë për shembull, Eugene Xhaja është ndaluar për shembull, është pezulluar si për thënë, nuk e di si. Po patjetër që dhe më bëri përshtypje. Do jetë apo thua është pezulluar dhe di. Patjetër, nuk e di se unë spunoj aty, po ta them patjetër, po është dikush votuar kjo, është Eugene Xhaja të javë nuk e votojnë. Dënohet. Po është sekret kjo. Jo, nuk e për përdorim brendshëm. Për përdorim të brendshëm. Edhe di çam bëri përshtypje që dje Eugene Xhaja ka arbitruar në Europa League, po si ka mundësi më? Ndeshja kështu vizore, më nuk kishte asnjë. Po më nuk e kam dyshim që ai ishte arbitër shumë. Po shikoja. Krenarna bën kjo, nuk të shqyrë. Krenarna bën. Se që gabon ai një herë nuk është e thënë që ai është. Nuk është kështu jo. Ajo që thotë Lenci nuk do të bëj krenar. Do të bëj që të mendohesh. Pse këtu Deli Keqi dhe atje Deli Miri. Këtë shikoti. Pse kemi dy Eugene? Ai s'mund të dali pa kaluar në rrugën e të Keqit këtu, s'mund as tjetër. Ka dia që arbitrat nuk janë vetë tu. Po zotri, tani themi Stoka. Të kujtohet e shprehja e madhe. Po kam, jenë Limo. Unë sisha vetja ime që tha arbitri në Jorgjë Tata. Unë sisha Na e koment për arbitrin, se diskutojmë çik për këto gabimet e këtyre javë. Ta themi Gjon. Po ti ka mundësi me 16 shkurt është mbledhja e asamblesë kombëtare e Federatës Shqiptare të Futbollit për të zgjedhur presidentin e ri. E para nuk ka, është vetëm një kandidaturë. E para. Ço të gabimi këtyre trajnerëve, presidentëve të ekipeve që ne bëjmë se u flasin gjithë, dhe ku vjen puna për zgjedhje të përgatitin në 4 vjet përgatitin një person që ta mundi dukun nuk e zgjedhin dot. Po se tutën e para, në 13 kandidat për 10 vende anëtar të Federatës Shqiptare të Futbollit, ke vetëm një futbollist. Ne po flasim për futbollin, ke vetëm një futbollist. S'ke një futbollist. Jo, është Geri Çipi këtë vit. Po, Geri Çipi, Erin Tresuli. Një minutë, se nuk janë futbollist. Po s'është për çfarë futbollist. Futbollist antar komiteti mos u tallni. Duhet ishte përpara Blendi Feziu me shok, Sulde Mollar. Blendi ka luajtur futboll. Çfarë punë ka Feziu? Çfarë bëj? Që i bën pyetje të ëmbla presidentit të klubit. Ka luajtur i vogël futboll Gzim, ka luajtur shumë mirë. Njëri me lulet. Tani që ta mbaroj këtë mos e nisa tani. Dhe e dini pse dini ju. Çfarë merret? Njëri me lulet dhe pas një emër, më thanë pastaj merret me lulet. Ai përmetit, ai e ka të dytin kandidaturë, o zotëri, se ka qenë njëherë. Presidenti përmetit, po, ka vesh. Ai është një papaxhalla e burim mirë, ç'kem atë? Ç'kem atë? Ai se dikoj kanë zgjedhur Gjori. Lenira. Dgjoj, po çovësh emrat atyre që po vinë dhe ato që janë nuk është çështje që kanë lidhje me futbollin, ato janë çoka. Ne si jemi këtu për të zgjedhur këtë histori. Ajo listë, un kam vetëm një dilemë. Po ka qenë futbolli deri në syt aty antarëve kombëtarë, janë deri në syt tyre. Jo, tani nga ajo listë ka vetëm një dilemë. Kush janë dyshja që nuk do fitojnë? Këtë nuk e gjej dot. Ata dy vetëm që do fitojnë nga Tani do të them një gjë, tani. Aty 2-3 emra që janë të futbollit. Do të thonë Sonollaj 2. Ja ta them kush do të fitojnë. Po tani, e keqja është që ata të futbollit që janë 2-3 kokra, ata atje janë për interes vetëm më shumë se të futbollit. Kjo është e keqja atje. Që dhe njeriu futbollit nuk i shërben futbollit, sepse do të çosh dorën në Allçi, do i bësh shefin atij ustajt madh. Pyetja fundi për Tan Stokën. Partizani do ari kaçën Partizani. Për një person. Tan Stoka lëre atë, po president kjo Partizani do ari kaçën apo jo? Si mendon ti? Këtë vit ka akoma shanse apo jo? Si tifoz i verbër dua.
Po jam dëshpëruar që jo. Nuk e arrin thua. Tani do dua të lë një detyrë për javës tjetër. Po. Je gati? Po. Se përmendë presidentët. Në një bisedë private me president Demin, mund t'i thuash pse ai zgjedh gjithmonë Dukën? Edhe na thuash javës tjetër përgjigje. Pse zgjedh ai, pse zgjedh? Është Po tash ta them se zgjedh Dukën, do mendimin tim personal. Pse? Kur ishte e lan dita presidentë të tjerë, kur presidenti Devi ishte kundra Dukës, asi nuk e mbështetet shkretin. Asnjë. U dorzua me, nuk e kam dorzuar. Se tu i shkreti me si ishte shkreti, ishte mirë më. Ishte mirë, pse tu i shkreti? Ishte edhe mirë. Ai futet luftë i shkreti, ku partizani kanë hequr 3 titullin. Jo, tek punë ka luftuar, ka drejta. Tani është dorzuar dhe ai si gjë. Jo, titullin, e mani më besoj me Korçë. Okej. Ka dhe një shletar tjetër, është Armando Cungut. S'na intereson, nuk e intereson. Jo, me që do të mani më të votat, si mbishin ato firmat, në nuk veshin plus. Njëri vend të shenjën lart, njëri vend të shenjën sot ke bërë një gjest nga ato të cilët do mbahesh mend dhe vazhdon në këtë rrugë, po s'na ke thënë fare ku është vendi i ri në Sauk që ti shkon argëtohesh. Nuk na ke thënë ku shesh më. Tash s'po të them, s'po të bëj reklam, s'ka pagu lekë ata, kur paguajnë lekë si bëjmë reklam. Jo, mirë, reklam jo, po çfarë, ka ndryshuar menuja apo vazhdon në njëjta? Jo, vazhdon njëjta pa merak. Çaj janë, na kujto pak. E pul spjeku. Po. Asuden. Po tjetër. Asudja. Ke lallën e mi që bën të shkëta, bën ai lallë mirë na thonë. Hajde, ik për çfarë. O Sudan ose Sudan. Falenderojmë Tan Stokën, falenderojmë dhe Beauty Point, eksperjenca aroma më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni tek rruga Minepeza, në QTU, në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Gjithashtu, më shumë informacione mund merrni në faqen e tyre beautypoint.al. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi për pjesën tjetër. Passo në Top Albania Radio. Jemi sërish live në Top Albania Radio, po ashtu dhe në Digital Ed Manushi. BioCheck Diagnostic Center, vend ideal për të bërë analizat, 25 vite eksperiencë, i akredituar me certifikatat më të moderne në botë, me standardet e larta të cilësisë dhe rezultatet perfekte. Kështu që mos ju ndani, agendat janë të certifikuar. BioCheck Diagnostic Center. Për të mbyllur gjithë diskutimet e kampionatit shqiptar. Diskutimi që pa dhe nuk do ta quaj interesante, më mendoj që është për mua është e gabuar për deklarata që bëri presidenti Elbasanit ndaj kolegut të tij të Egnantes. Që tha i futet ke dhomat e zhveshjes. Që ai është mjeshtër tha i dhomave të zhveshjes, po që futet tha dhe ju bën presion arbitrave ose ju kërkon llogari ose më duket pak e çuditshme që një president i thotë. E çuditshme do të thënë e pavërtet apo diçka. Tani ti më kërkon diçka që jo, një sekond se këtu, nëse një president del dhe thotë, Zimsin e madh i futet ke dhomat e zhveshjes, ka një delegat që monitoron. Nëse arrin të flasin të gjithë, e thon ato që ndodhin atje, ne ku ta gjejmë. Ata din shumë. Presidenti e di kuptonte, ai futboll presidentesh kemi ne. A ke pati një televizion që nxjerr presidentët dhe pikët? Nuk nxjerr ekipet. Nuk nxjerr kapitenët, nuk nxjerr ekipet. Nuk nxjerr trajnerët, po nxjerr presidentën dhe pikë. Çfarë do të thonë kjo? E kupton morality? Thell, ashtu si e kuptoj unë është që ky kampionat jonë është kampionat presidentësh. Po kjo s'ka s'do as lapsa letër. Se presidenti vetë duhet të tonin çekin e gazikiviçe, ku në cilin vend botës dalin presidenti me pikë. Mirë, kjo dihet këtu te ne që është futboll presidenti. Po tani ai kur thotë që filani futet, tani le ti thotë ai tjetri, futet ky. Kundër përgjigjja tim ishte prapë si ajo e Vorës, si shumë institucionale, jo personale, ishte që ne jemi dëmtuar dhe ta nxirrin disa raste Egnantia, ne ndjekim rrugën me radhë. Por Elbasani thoshte shikoj punën e vet. Do të s'ke pse ngatrohesh ti me ti shikoj punën tënde. Se ideja lindi këtu që. Jo, nuk është kështu shikoj punën tënde, se po ti shikojnë punën e vet, hilet vazhdojnë, mëkatet vazhdojnë. Puna është financosh këtu gzim që apo ndihmohet Elbasani me atë kartonin e kuq. Sigurisht që në atë rast është ndihmuar. Po. Në atë rast. Tani po flasim për përgjithësi, vetëm. Po ndeshja ama, ne e thamë këtë procesi, ndeshja ishte për të thënë bravo Elbasanit krahasim me Dinamo. Patjetër. Kurse ka rasti e the edhe ti e thanë dhe tjerë, që rasti është i dënueshëm. Po të shohësh një çuri disa vjeçare, ankesat e presidentëve, ankesat e klubeve, ankesat e trajnerëve, ankesat e lojtarëve për arbitrat janë gjithmonë konstante. Pra kemi gjithmonë. Gjëja që duhet ndryshojë është reagimi që duhet bëjë institucioni. Ai nuk ndryshon asnjëherë. Reagimi i institucionit të arbitrave thotë? Po, institucioni i arbitrave, shoqata, sektori i arbitrave brenda federatës. Ata duhet të jenë më të hapur, më transparent në vendimet dhe detyrat e tyre. Ka bërë një reflektim në gjithë botën. Ka bërë një reflektim shumë të fortë me veten time.
sepse e gjum, bën 20 vjet që merrem me këtë biznesin e futbollit shqiptar sidomos. Kam zbuluar që neve jemi treguar idealist në një moment që duhet të kishim pasur, po flas edhe çik si procese dhe si koleg tani një njohatje më të madhe në kohën kur bënte futboll Skënderbeu. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që ai modeli Skënderbeu, me gjithë defektet e veta që pati, për mu ishte një gjë shumë e bukur në futbollin shqiptar. Mund të ishim të treguar çik më mirë kuptues neve me ndonjë gabim të rrugës të ati lloj fenomeni që të na përhapej në Shqipëri. Po të kishim sot 4-5 Skënderbeu, do flisnin çik më ndryshe. Ajo duket juve sikur jemi, a kuptoni ju sikur jemi vite larg. A kupton që kanë bërë keq 4 gështenja që ëngre, të bën keq gështenjat që ëngre çfarë? Ku kemi bërë ne gabime? Ti duhet të pranoje, ti duhet pranoje. Ti mos reflekto. Jo të pranoje. Po çfarë? Mos tishim, e ke parasysh? Po ti e mban mend atë kohë që ti bën një krahasim më logjikshëm. Se takova një shoqen time para ca kohësh, edhe tha do ndahem nga burri. Po pse i thashë do ndahem? Po tha se kam zbulu kshu. Thash, po mirë më ti mirë fale ose mirë kupto ose diskutoni, sqaroni njëri tjetrin. Kjo gjë e fundit i thash. Pse i shkove ti në zemër direkt plak? Pse shkove ta gërmosh, ta gjurmosh, ta kapësh? Pse s'lej çik lirë dhe të filloj një reflektim? Neve këtë këshill do të jap, më të si shkonim direkt plagës fund fare, po të linim çik ndoshta 30 kohë. Po ti s'e ke bëhet punë, çe reflekton, ti duhet të thuash mua. Në atë kohë, me ti si ti kujt je joni edhe. Një sekondë, jo ti jam. Po ti më dile kundra mua, ti më si dhe gjithë njerëzit e më thonin të tuar jeni jo. Të ka dalë pa kundra, do dile më shumë. Një sekondë Manush. Je ndoshta një ekip që është donu 10 vjet dhe ti do të reflektosh. Këtë s'po kuptoj dot unë. Po ishte fundi gjëse. E di kush është modeli më i pasur shqiptar. Nuk është Skënderbeu. Po nuk ju vjen keq për ato realitetin e futbollit shqiptar. Patjetër të vjen. Po mirë, a mund ta kishim ne më të përhapur atë realitet? Shteti Federata nuk përhapet, mëse Shteti Federata u morën të dyja vetëm me një ekip, nuk u morën me të tjerët. Po nuk na shqetëson. Do vitë radha tjetër. Do vitë radha tjetër se tjetër. Neve për shkak të bësh politikë, të bësh futboll. Ti merr më përpara, merr Barcelonën shqiptare, merr Shkëndijën. Nuk u bë politikisht ajo. Ajo u bë natyralisht. U bë me njerëz të sportit Shkëndija. Edhe dolën gjithë ato talente, edhe mbajnë sot. Janë hyje. Se ka të kohë. Po mirë, se ke atë kohë. Po mirë, më një sekond, tani ti e quan ti model të mirë atë që të merret vetëm federata dhe edhe financa edhe të gjithë gjërat shkojnë vetëm të punoni vetëm për atë ekip. Po ekipet e tjera. Po dua ti heq këto. Po ekipet e tjera. Jo, po u nis politikisht gzim. Po arbitrat. Po arbitrat në shërbim. Gzim, po e çove nivelin këtu ti. Do të çosh vetë të tjera. Edhe mbaroj politikisht. Edhe kur dënues Skënderbeu, politika s'folja si fjalë. Gzim, apo shkonin drejt asaj, se ky diet, ora tjetër. Dëgjove një llaf politikës. Apo shkonin drejt asaj flamurtari në një lloj stili, aty modeli. Po ç'kemi flamurtari që natyralisht fare. Po prit, flamurtari që bio. Po më mirë. Vllaznia. Po mirë, po shkonin drejt asaj. Ora, më nuk po kuptoni se. Jo, unë të kuptova. Ty nuk të mungon modeli i atij funksionimit atij futbollit. Ty të mungon bukuria e futbollit që prodhonin ata. Ajo, ata, përveç pjesës ç'a ndodhte këtu ose ambienti sportiv. Mënyra se si ata luanin. U kam ikur një ditë në mënyra se si ata e përjetojnë futbollin ishte jashtëzakonshme, patjetër ajo mungon. Kam ikë një ditë në Korçë me familjen, ishte ditë e shtunë. Unë me djalin kisha prodhuar 2 bileta në tribunë të Korçës, lutë Partizani Korça, për të parë një ndeshje mbas ditë atje. Familjen lash aty një fundjavë. Du të them, një ambient i stadiumit i jashtëzakonshëm. Po flasim për para 10 vitesh. Tani, a e kuptoni ju që ne s'kemi më kështu gjërash në Shqipëri? As ambiente, as lojtar të rëndësishëm, as organizime interesante, as qytete të bukura të lidhur me futbollin. Po kush e ka fajin o Manush? Kush e ka fajin? Po mirë mo. Kush e ka fajin? E ka fajin studio apo njerëzit që bën atë lloj futbolli? O Edi. Po patjetër që ne jemi të fundit në këtë, nuk po them që kemi ne fajin. Po them, a keni një lloj nostalgjie për këtë more, për këtë lloj gjëje? Sigurisht more, ku e gjen me atë? A kuptoni sa larg sa jemi ne sot për Glend? Po ne po vuajmë pasojat e asaj gjëje që ishte reale. Ora, jo prit. Ti tani në këtë moment po përjeton një kontradikt madhe dhe prap ti porron. Nga një anë thua që kemi kombëtarë të mirë, nga ana tjetër kemi një kandidat vdekur. Çan këto dy futbolle? Bashkoj ti, po pse shkon deri ke Skënderbeu? Ti shif këtu. Kampionati po vdes. Mo kujtuaj si model. Kampionati po vdes. Kombëtarët thonë nuk ka bileta, nuk gjen dot një bilet. Kë Superliga nuk gjen dot një njerëz në stadium. Si ti gjen në këto dy realitete? Tani një fjalime që tha, unë kam jetuar 10 vjet atë situatë me Skënderbeun. Është e vërtetë ajo që u nis politikisht, sepse në 2010 ashtu filloi. U gjithë politika u shkri Dinamo, po nuk e thot. U shkri Dinamo. Hapi portën pastaj atë që ka bërë Skënderbeu në vitet në vazhdim, ajo nuk vjen më për mendimin tim. Dhe ajo që thot Gëzimi, që edhe arbitrat vetëm vitin e parë nëse i kanë dhënë në dorë flas nga të gjitha anë.
nuk kishte më nevojë më, fare. Skuadra fort. Fare. Madje kishte qef kur të binte Skënderbeu, ndiheshe në tjetër, më duket sikur arbitroja jashtë. Ishte ajo periudha që flinte me bizhame me Korçës. Pas 2013 Edhe flite gjumë dhe jashtë. Ama mos harroj diçka që jam dakord me Edin që thotë që Skënderbeun atje ku arritje ndihmuan të gjithë. Po prishi vet pastaj situatën, sepse ai prishi vetëm, prishi çdo gjë që e rrethonte. Prishi ai dënu Shqipëria thonë Lenc. Mos thuaj kështu, dënu Shqipëria 10 vjet. Po prishi vetëm për që po flisim për ata. Një skuadër shqiptare dënohet 10 vjet. Kjo është sa. Keni kontradikt. Shkojmë, jemi në fund. Kishte një fjalë të fundit, hajde. Kontradikt serioze. Cila? Që u dëmtu Shqipëria e Shqipërisë apo sepse futbolli i kombëtarëve shqiptarë nuk u dëmtua. Pa i s'do dëmtohet ndonjëherë se ka futbollista pafund, po. Dgjoj, ka aty ka futbolli. Ka një gjë, jo e ka bukur ai të cyt tak, të gjitha bashkë. Sepse e di pse çan ndodhi. Ja ti apo përgjigje më nushit. Era Albania vet, vetë Albania ku jemi neve me zyrat e Top Albania Radios. A e kuptoni që ky është një realitet frut i kohëve të Skënderbeut. Duhet të po dush për lajme. Ska shkojmë publicitet. Edicion informativ dhe kthehemi pjesën e dytë. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi live në Top Albania Radio, gjithashtu dhe në digital në Sport News. Në Passo në këtë pjesë të dytë diskutojmë pak edhe për lëvizjen e fundit Mercato. Christian Aslani firmosi me Beşiktashi këtë javë, largohet përfundimisht nga Serie A, që ishte një nga gjërat që ai e donte më shumë, por si duket lëvizjet e fundit Mercato. Ke detaje është firmë definitive. Po, është është huazim deri në ver, me të drejtë blerje 12-13 milionë euro. Po vazhdon të jetë pronar. Rrogën do ta paguaj po. Interi është deri në fund të sezonit. Dhe pastaj do vendosi më mirë do jetë që po u aktivizua atje që të fitoj davan. Po, e qartë. Dhe pastaj do vendosi Beşiktashi. Por vendos Beşiktashi për atë. Nëse do ta blej, e vendosin ata. Një Beşiktashi njëmi, do ketë minuta Stani? Unë shpresoj që po, edhe pse kampionati turk është goxha i fortë. Nuk është aty po duket në herë dhe më fizik se italiani për sa përplas. Po se unë ndjek edhe për arsye të lojtarëve shqiptar rregullisht. Po ti ndjek më shumë nga ne se di kemi diskutuar. Aty po dështojnë lojtarë të nivelit të lartë, kanë shkuar lojtarë nga 28 vjeç që kanë luajtur në kampionatet më të forta dhe nuk po ja dalin dot. Se ky tani nuk është një kampionat i lehtë, por s'po themi që është shansi i fundit, po është shansi i në pak elit futbollit, se Beşiktashi tani për të thënë vërtetën një mundësi e rrezikshme është. E kam thënë para, nuk dua ta mendoj rrezikun, prandaj po bëj sepse po të shohësh karrierën e Brojës. Po të shohësh karrierën e Aslanit, pra pati një kul me Empolin. Dhe Interi mendoi që ky lojtar është gati për një ekip të madh. E mori në skuadër. Po, si një investimit të se ishte vetëm 21 vjet. Në momentin që Interi e mori në skuadër, Çalhanoğluja po kalonte momentin e vet më të mirë dhe hapësirat për të ishin të vogla. Shanset që u dhan nuk i shfrytëzoi dot në mënyrën e vet më të mirë. Gaboi në disa ndeshje delikate dhe humbi mundësinë Inter. Pra vjet Interi vendosi që këtë lojtar do ta jap në huazim. Huazimi do të thotë që Interi kërkoi që vlera e Mercato që i kishte rënë të ringrihej në një skuadër të vogël. Pra shkoi ke Torino për të patur më shumë hapësirë. Edhe aty mungoi hapësira. Pra është domethënë është një rënje tani në 10 milionë tani, sa e bleu 20 e bleu 26. Jo, shpreh mirë. Luajti me Torino. Po luajti po jo, nuk e justifikoi veten pra. 90 minuta, 80 minuta. Luajti shumë, jo, luajti goxha. Nuk e justifikoi veten. Nga Maja vajti në mes. Po pse se mbajti Torino sipas teje? Ë? Pse vazhdoi ta mbajë? Nuk e dha provën tamam. Janë shumë arsye pse nuk e mban. Për shembull, një nga arsyet mund të jetë që nuk e paguan dot kartonin. Se çmimi është i lartë për atë që ofron ai, më kupton? Ej, mos kalim ke kjo. Hajde shohim çik futbollin që i pam Aslanit ke Torino ne. Ishte i rëndësishëm futbolli i Aslanit Torino, po këtë prapë thon. Po prapo, gjitha bashkë kjo. Mos merr me gjëra tjera. Tani merr me gjëra tjera. Tani çan ndodh. E pash nesër dhe me Kalerin dhe me të tjetrën gjëra. Tani çan ndodh. Ky është shansi shumë përsipër në momentin që me kartone, merr me shansi që nuk shfrytzuar. Shiko, në momentin që lojtari lëvizje te Torino kishte disa kushte nga Interi. Pra, nuk i iki nga Serie A se pati oferta edhe nga Betis në atë kohë. Për shembull, kishte disa mundësi që mos Betis nuk e donte vet ai. Po pra nuk donte të rinë në Serie A. Sot ai nuk është më në këtë situatë. Tani ai e ka humbur një mundësi, pra bie një fjalë e tij. Do dëgjoj edhe klubin, pra i del në pa Beşiktashi, nuk është një nuk është një shans i lehtë Beşiktashi. Mos harrojmë që Beşiktashi e ka humbur Muçi. Muçi u ble nga Beşiktashi, nuk eci në mënyrën e vet më të mirë. Shkoi në një skuadër tjetër ku është rritur
mund të kthehet prapë në Beşiktash ose mund të qëndrojë atje, e kupton? Ka dhe një puna është tani si do ta shfrytëzojë Aslani. Ka marrë dhënie kontraktuale me Beşiktashi. Beşiktashi ka seleksion. Beşiktashi është lojtar. Trabzonspori në fund të sezonit ka drejtë me vendos. Do ta mbaj edhe pse Trabzonspori do ta blej kartone apo do ta kthen ke Beşiktash. Para disa ditëve kishin shprehur dëshirën që do ta blenin Trabzonspori. Pare që ecin ngjarjet. Kështu që tani edhe për Aslanin është një shans që nëse ai do shkoj tani te Beşiktashi, nëse do luaj mirë, ata mund ta mbajnë. Në të kundërt kthehet prapë te Interi, po është prapë një kthim brava, është rrezikshme shumë. Uazimi ka dhe ca klauzola që mendoj unë te Torino ka qenë kjo që ai duhet të luante me detyrim ndeshjet. Po. Dhe ai unë mendoj që te Torino 16 ndeshje që bëri. Më shumë i bëri me detyrim se ai luante që nga minuta e parë. Dhe ndroi rregullisht 70, 80, 60, pastaj një pjesë. Edhe vetë Torino nuk është se bëri një sezon të mirë dhe ngeci Aslani. Edhe vetë Torino nuk është se ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm, kupton? Pastaj është shkojnë bashkë ato. Vetëm merak që kështu them, kur shikoj rastin Broja, se është tipiku i rastit që u azua disa herë dhe e ndiqte edhe një lloj tersi nga mbrapa. Domethënë, atje ku shkonte lojtarin që donte të zvendësonte ai kthehej në top form. Sulmuzi, çudi e madhe. Beşiktashi në Europa League. Shkojte Fulemi, shkojte Evertoni, shkojte çështje shqiptare këtë. Këty ndonte lojtarëve të mëdhenj. Patjetër mos. Gokeres bëri 35 gola në 30 ca ndeshje me Sportingun. E merr Arsenali. Futet në 22 ndeshje tha ai, me që nuk ka dhënë golat që dha Andeta, po është ndar, është nxjerr nga fusha. Edhe është blerë dhe 70 milionë. Nxjerr nga milion. fusha, është blerë goxha. Një nga blerët kryesore për lojtar, domethënë që të ishte finalizuar goli. Edhe ta është 22 ndeshje ka dalë nga fusha. Kupton ti tani? Ata po e gëzohen se këtë radhë bëri gol Havertz. Edhe mendojnë që u rikthye. Domethënë të shpresosh më shumë nga një dëmtim se sa nga blerja që blore markat. Megjithatë, Aslani për mendimin tim bëri gjën e dur sepse është gati edhe për marsin, sepse duke mos luajtur gjithë dhjetorin. Të rrinte edhe ja 2 muaj pushim tani dhe po me që hapëm këtë temë, sepse lojtarët e kombëtarës është vetëm 2-3 kokra po luajnë tani, është shumë kjo është një gjë që na ka shoqëruar gjithmonë. Jo, po në atë ndeshje që qesh nga më vendimtarët. Të gjithë janë kemi edhe lojtarë që luajnë me gola dhe s'po i grumullojnë. Futbollist, po. Nuk shkojnë tek ata. Ka dhe lojtarë që bëjnë gola dhe si grumullojnë. E ai prapë me listën e vet që nuk luan. Ai vazhdon edhe merr ata që s'luajnë fare, pastaj. Tash Lenzi e ul fare, kur thot 2-3 lojtarë nuk është 2-3, se Laçi po luan, Hoxha po luan, Muçi po luan, Broja po luan. Gjimshiti, Muçi se kemo, Gjimshiti është dëgjuar. Kontingjent kombëtar. Gjimshiti po luan. Ku po luan është dëmtuar më? Po luan më Gjimshiti. Jo, më është akoma i dëmtuar këtë javë pritet. Po luan, po luan. Ismaili u vra, u dëmtua, domethënë po mund të kthehet. Atë mbrojtja është e katërta përveç Strakoshës që po Mita po luan. Po s'po luan. Po si s'po luan, mund të çdo javë që luan. Jo. E tani se ka futur kon se sa. Po si se ka futur. Ai u përfol që do largohej. Dhe mbrojtja të katërt janë Hysaj. Strakosha po luan. Mirë tani ne jepni tamam. Ka që formacioni. 11 veta luajnë aty. Laçi po luan, Ramadani po luan, nga më të mirë çdo javë. Po Aslani jo. Po ja pra, Ylli Aga, ka 100 ndeshje digital, nuk shkojmë dot deri. Po ja pra, shikon. Nuk shkojmë dot deri Arabi. Po s'po luan edhe gola shënuesi jon, Mane. Është edhe ai në ai sapo bëri një lëvizje tani, kështu që do presim çfarë do ndodhi deri në Kin. Jo, anulloi Kinën. Pse Kin shkoi? Jo. Ai dori foton Kin ti. Ne blajme do drejtor, po je kështu sot, do po ne blajme të durës. Shkojmë pak në Champions, shohim çik shortin, sepse shorti sot na dha disa duele interesante për të thënë vërtetën në këtë fazë të play-offit dhe fati e desh që Benfica të luaj prapë me Real Madrid, pas asaj që ndodhi në mesjavë. Këtë më duket se e vun me dorë këtë, se s'ka mundësi. Inter do luajë me Bodo Glimin, ndërsa Benfica me Real Madrid, do ishin paktën Parisi me Monaco, do kemi një ndeshje franceze, një derbi francez në fazën e play-offit, si quhet ndryshe. Kështu që duele interesante. Karabaku me Newcastle-in, Dortmundi me Atalantën, Juventusi me Galatasaray'n, Club Brugge, Atletico Madrid dhe Olympiakos. Janë për 2 javë, mos gaboj kur janë datat. 2 ndeshje 17-25. Shkurt. Në një ditë 17-18-24-25. Zim po. E quajti ky Glenti derbi francez. Është shpjegoj unë ty se sa larg jemi këtij koncepti atje, ke vendi vërtet. Monaco me Parisin. Me Parisin, a janë Francë të dy apo jo? Pam neve një garë atje automobilistike, takuam njëre dhe i tham sa e bukur është Monte Carlo, ne kemi qenë edhe në Francë, Paris e tam po. Monte Carlo është diçka e veçantë.
S'pasin e kuptuar gjë, po ti pse je burr? Po tha, po se s'është Franca. Ne kemi këtë tonën, të kjo që thotë ky është nesh të derbi francez. Interesante. Ata të marrin të përlajnë, po ti thua. Interesante është sepse përveç ndeshjeve të play-offit është përcaktuar pak edhe një rrugë që do ndjekin skuadrat drejt finales madhe. Për shembull, Arsenali me Bayernin, që janë dy skuadra që renditen të parë dhe të dytët, nuk do luajnë me njëra tjetrën derisa të ndeshen nëse do të ndeshen në finale. Pra është ndjekur pak ai sistemi tenisit, skuadra më të mira ndeshen në fund. Që të mëdhajt i kemi lart, për shembull, në rrugën e Parisit, pra Paris-Monaco, nëse do kualifikohet Parisi në raundin tjetër, mund të gjej përballë Barcelonën ose Chelsea. Po, është një duel që është deri ku i fortë edhe për Barcelonën dhe për Parisin. Barcelona dhe Chelsea kanë nga krau tjetër. Ose në krau tjetër do jetë Newcastle Karabakh, për shembull, kush nuk do ndeshet me Parisin, do ndeshet me fituesen e Newcastle Karabakh nga Chelsea me Barcelonën, që janë dy skuadra që presin të short. Për shembull, një nga skuadrat që rrezikon shumë është Juventusi. Juventusi mbas Galatasarayt mund të ndeshet ose me Liverpoolin ose me Tottenhamin, nëse kalon Galatasarayn gjithmonë. Kështu që anglezët do jenë gjithmonë. Dhe ka një edhe Reali ti bite i fortë nga një llogari që po bëja unë. Po, Reali Madridi për shembull kalon mund të luajë me Cityn ose Sportingun. Po, në njërin, po. City është vështirë. City ose Sportingun, nëse do ishin dy portugeze pastaj rrugës në rrugën e Realit Madridit. Reali do marri hak me dy portugeze. Shkojmë pak publicitet dhe kthehemi flasim pak për këtë portierin e Benficës që bëri një mrekulli këtë javë. Passo në Top Albania Radio. Një nga fotot që ka bërë bujë të madhe këtë mesjavë ishte foto e vendosjes së lojtarëve të Realit Madridit në momentin që Benfica godinte standarde, encën aty në zonë. Ishin 5 lojtarë të Realit Madridit te goli i portierit. Ishin 5 lojtarë të Realit Madridit, se 2 kishin dalë me karton të kuq në atë moment. Vinicius, Mbappé ishin përpara, nuk merrnin pjesë fare. Një lojtar të murit dhe 10 futbollistë të Benficës që qëndronin brenda zonës. Dhe një pamje e Jose Mourinho që thoshte portieri dil përpara, ti shko atje 2-3 këtu dhe në fund e bëri golin portieri. Një gjë që nuk ishte ndodhur kurrë Jose Mourinho në karrierën e tij që një portier t'i jepte kualifikimin në fund. E kapi primin. Dhe në Itali ka ndodhur një rrëmujë e madhe, sepse në Itali sot konsiderohet si De Zerbi trajneri që bën futbollin më të bukur, shkencëtari i futbollit, Pep Guardiola i Italisë. Në fund De Zerbi humbi dhe fitoi me atë gol që bëri Jose Mourinho në fund. U eliminua pra nuk do e heqin, po me atë gol ai u eliminua dhe fitoi Jose Mourinho dhe tani gjithë tifozët e Interit që janë në Itali dhe ata që nuk e duan De Zerbi janë ngritur tani duke thënë ja De Zerbi që bënte futbollin u eliminua, Jose Mourinho që nuk bën futboll, por njeriu i vjetër, simboli i trajnerëve doli dhe kualifikua në raundin tjetër të Champions League-s. Si e pat ju këtë kualifikimin e Benficës në momentet e fundit? Ed Manushi, çka ke dëgjuar nga spanjollët, ç'a thon ata? Benfica mori atë që kërkoi atë ditë me insistim shumë të madh, sepse i skuadër me lojtar pothuajse anonim për elitën e futbollistëve që i mësuar çofim ne, godet 22 herë ke porta e shënon 4 gola. Shënon 4 gola. Portieri është nga lojtarët më të mirë fush, nervozizmi i madh, është një problem i madh që ne, domethënë Reali tani po i dalin lakrat e plagëve të vërteta. Reali nuk e ndroi dot Brezit, po jo që nga koha Ancelotis, po që nga më përpara, nuk bëri dot ndrim brezash me Shuamenite dhe me këto lojtarët që bleu. Ka ngel mbrapa dhe tani po dalin në pa kriza e kësaj skuadre. Plus fenomeni Mbappé, që është një lider i madh, po është izoluar nga ekipi, shënon gola por nuk është ekip. Dhe këto gazetarët spanjoll bërin gjithë krahasimet skuadra me mirë qarkullimi Arsenali, ndanin gola tek Arsenali. Arsenali kishte 70 gola në këtë edicion, të ndara nga Merino, nga gjithë nga 3-4 gola. Reali ka 60 gola, 30 i ka bërë ky, 30 i kanë bërë tjerët. Po sufitohen në këtë mënyrë kur shkon këtë mëdhenj. Reali duket që ka probleme tani edhe në mbrojtje, edhe në mesfush, sepse nuk mund të jetë ky Kamavinga ai organizator që ta prisnin. Modricin janë bërë pishmon se e kanë hequr një vit para kohë se Modrici mund të ishte akoma lider në këtë lloj. Reali Kështu që gjitha gjërat bashkë. Vetëm se dominimi që po bëjnë anglezët në Europë këtë vit është i frikshëm. 5 ekipe. Në 5 ekipe, në 8 para, vetëm Newcastle është skuadra që është play-off, gjithë tjerët janë kualifikuar, është më e frikshme se kjo drejtori i tikush është fakti që nga gushti merkato e anglezëve, që ishte me diferencë madhe nga europianët, thellohet tani në janar. Dhe di çfarë do ndodhi gushtin tjetër që janë shqetësuar në Spanjë.
do ndodhi që ata do shtojnë prap investimin. 500 milion euro që tani që Liverpooli do bëhet 800 milion në gusht. Po ka thyer edhe këtë. Ata nuk e kanë probleme Liverpooli, ata kanë probleme se edhe skuadra fundit blen një lojtar të mirë. Ndërkohë që në Spanjë përveç Realit nuk blen dot askush. Kjo ka bërë që është tronditur tani kjo puna e Superligës ose në mënyrë tjetër, për formula e Champions League është shumë e bukur, do vinte sepse ti nuk e shef dot Bayern Munich ja fasjave në Gjermani. Ka interes në një periudhë shofi Bayernin me Leipzig, po thot nuk e di. E shef në njëri nga ju për interes futbollistik. Kurse në Angli tiri Arsenal, Bournemouth, Manchester City, çka e ka ajo Newcastle, rike gjitha aty. Rike gjitha me interes. Kurse ke Barcelona për Jamalit dhe për Glenavarit. Ajo Manush. Sepse po do vinte pra. Pjesën e Luanit, po di pse ka ardhur, ta shpjegoj kështu në këndvështrim ekonomik. Në Premier League parat ndahen deri në fund. Shkojnë ekipet që humbasin Premier League-ën, shkojnë poshtë, marrin para që të rikthehen shpejt. Marrin para prap. Lidh sikur doli ekipet e tjera, ekipet e dopta, marrin para që të forcohen që të vinë prap. Kurse llokmën e Luanit në Spanjë merr vetëm Real dhe Barcelona. Nuk kanë pyetur ndonjëherë për të tjerët. Kështu që ti pranesh Super Premier League-ën. Po në Itali. Po në Itali, fuqinë këta e kanë pasur. Shikoj çfarë bën sot ai. Thoshte Napoli thoshte bëri 200 milion shpenzime. Blendi. Po. 150 ka rogata. Tani eliminohet nga Champions League. Humbet kaq tha. Kaq mori gjësejta, kaq humbi kaq dhe bënte vetëm hesap ekonomik. Edhe thoshte që një ekip tha që kaq i ka rrogat, kaq ka shpenzuar, si mund të justifikohet deri këtu? Kështu që nuk jam për një gol që thot ai që bëri çudin portieri gjërat. Puna është që ajo që thon ata De Zerbi ja ku përfundoi, ai më duhet fitues, ai luan futboll. Ai në ekipet ku ka shkuar, ka bërë futboll. Bëri futboll në Angli, bëri futboll atje. Por bën futboll, por fundit tjerë duan rezultatin. Dgjoj, ata duan rezultatet, por ne nuk jemi në ata. Ne jemi nga ata që do shijojnë. Ata le të japin llogari aty ku do shkojë ai, ata koncept ka. Koncepti është i mirë, nuk janë gjithë trajnerët që bëjnë futboll të bukur. Nëse shqetësues që ndeku anglisht do shtohet. Po do shtohet se është problemi. Po dhe nga 5 që ke këtë vit, vitin tjetër të ke kjo liga do ke 6-7. Po e ke pas se sa shpenzon Mercato Anglia. Un kam pa Atletico Madrid Reali, 4 herë janë ndeshme angleze, të 4 herë i kanë rraf anglez. Sot këtë vit. Shikoni pak, ç'a ndodh me legët që kanë fituar skuadrat sot. Do deri sot që janë mbyllur po faza e grupeve. Arsenali ka marrë 40 milion euro. Bayerni 38. Liverpooli 35, Tottenhami 35, Barcelona 33, Chelsea 33, Sportingu 33, Manchesteri 33. Pra, në gjithë parat, pjesën më të madhe të parave marrin anglezët, edhe në Champions League të vit. Dhe imagjinoni pak që do shkojnë dhe në raundin tjetër, do kualifikohen dhe një raund tjetër. Dhe në fund, se këtë vit kanë 6 ata, se kanë fituar dhe Champions League, kështu që janë 6 ekipe që shkojnë deri në fund. Kjo 33-sha me 500 që harxoi fillim sezonit është gjë. Garanci, po. Ai dini, shikon, Napoli që është skuadra që ndoshta Arsenali me 40 milionë që ka fituar deri tani, nuk merr dot një lojtar që të ndihmojë vetëm. Por sa merr Mbappé muaj, merr 30 milionë muaj Mbappé apo merr 50 muaj. Në vit jo, në Ne muaj. kanë vit. Ora e dini sa ka marrë Napoli. Ka 50 milionë vit. Jo, është Mbappé. Në vit Manush. Napoli ka marrë 7 milionë euro këtë vit. Pra Napoli me vetëm me Champions League ka marrë 7 milionë. Si çfarë diferencë krijohet me skuadrat. Napoli s'ka çfarë të bëjë vit tjetër. Mercaton e ka ezauruar këtë çështje. Po lexoja një artikull për dominimin e ekipeve angleze në Champions League dhe nuk ishte vetëm paraja, sepse gjithë thonë që këta kanë blerjet më të mëdha dhe kjo është e vërtetë sepse blerjet që bëhen në Angli ishin 3 miliardë si vjet sa që janë në të katërta ligat kryesore, Spanjë, Francë, Itali, Gjermani. Dhe prap këto të katërta nuk arrinin, ishin 2.6. Por nuk ishte vetëm kjo, analiza ishte shumë e bukur se thoshte që dominimin që bëjnë ekipet angleze e tregojnë në fushë me futbollin që bëjnë, sepse të merrte rastin Arsenal me Interin, se si e dominoi Arsenali, sepse këta dhe futbollin që bëjnë në Angli e bëjnë në çdo cep të fushës, që nuk e bëjnë në kampionatet e tjera. Duke luajtur ngushtë, këta si me pak fjalë i dominojnë në çdo segment. Po do të them një statistikë tjetër. 80 milionë euro. Ai ka cilësi. Ti do bësh futboll dhe për atë. Kështu që kurse ti këtu ke bler vetëm 80 milionë qendër, e gjithë do luaj për këtë. Anglezët e kanë filluar kompeticionet europiane, ja ta them këtë se është e bukur, me 9 ekipe. Dhe sot kanë 9 prap në Europë. Në gjitha, edhe në gjitha kompeticionet, Europa League, Conference League. 9. Portugalia është vendi i dytë në Europë. Është nga 5 ka 4 akoma në lojë. Dhe është në vend dytë që mund të fitojë një vend në Champions League-ën vitin tjetër. Vetëm edhe një fjali e mbylla për këtë që thoshtin që po cili është problemi që ekipet angleze nuk i shkojnë deri në fund
kompeticionit. Edhe këtë e kishin analizuar dhe janë ndeshjet e shumta që këta bëjnë, sepse kanë shumë kompeticione, kupa e mbretit, kupa kjo, kupa ajo, dhe kur vinë në finish janë të dhe nuk po ju dalin edhe lojtarët që i kanë dubluar rolet. Ata po e fitojnë. Të vit kush është favorit? Jo, po shkojnë të se këta i bie. Po këta i bie që shkojnë të 5 të shkojnë në gjysmëfinale. Ka ndeshje teke finale mund ndodhi ç'a mund ndodhi, pata janë aty, janë në çdo finale. Që ka Bayern Munich, që ka Real Barcelona në kampionatet respektive, sa ata kanë më fushore. Ti mendon që këtë vit Barcelona mund t'i prishi punën e angleze rrugës? Jo, do përbla fizikisht jo. Me kë skuadrën angleze mund të fitoj Barcelona? Po Barcelona do kaloj dot Paris Saint-Germain po era. Po lëre Parisin, po një angleze që mund ta gjej rrugës. E kalon dot Liverpoolin. Po pra, kë angleze? O Tottenhami nuk e kalon dot. Jo, Barcelona do të nga forca fizike për nga ritmi. Barcelona kujdes, po them tu dhe mbaj mend. Mund të japi probleme Arsenalit po përballë. Jo. Jo, e keni gabim, mos e gjykoni kështu. Barcelona ka probleme. Me çapo shikojnë. Barcelona fillon ndeshjen gjithmonë 1-0 për kundërshtarin. Sa fillon ndeshja? Me atë mbrojtje që Sa fillon ndeshja? Nuk e ka shqetësuar kjo 1-0 kundërshtarin akoma. Ideja është kjo, mua për shkak në probleme fizike. Pedri kur bëhet Pedri, na më informacion. Një muaj. Po sa kur kthehet? Një muaj. Po mirë, një muaj s'ka ndeshje Champions League pak. Ai kur të kthehet mbas një muaji do edhe një muaj të kapi veten dhe ai iku. Vrasi sa e vrasin atë Pedri, nuk sforcojnë shumë të. Po ja mos e vrasin. Se çan ndodh, jo më lojtarët me ngjyra apo shumë, nuk përballen dot. Shiko, portieri që bëri golin. Kur la fusin në Calceto me 20 vjeçarët zi. Të kap nervi për të kap ata, edhe herë dëgjova një kërcitje mu këtu, që atë ska shkumë. Shoh gjithmonë kilometrat në Serie A që jetë për këtë dhe janë lojtar jo shumë të mirë ata që kanë kilometra më të mëdha. Nuk është Pedri për të bërë 10-15 kilometra. Pedri ka zgjidhje me vizion, zgjidhje virtuoze, por thuaj që pse nuk e mban rimin se dëmtohet. Po Barcelona nuk përdor shpreh, nuk e mban rimin. Ai dëmtohet shpesh. Dëgjoj, ka një gjë, Barcelona, se Reali është antipatik. Reali në urren gjithë Barcelona edhe kur nuk fiton, e di sa simpatike bëhet, ka pak ke futboll, ke këto tifozët neutral. E duan Barcelonën. Për Pedrët edhe për ka një lloj, për Pedrët dhe për portieri Benficës është nga Ukraina dhe quhet Anatoli Trubin, ka qenë lojtar i Shakhtarit dhe 2 herë është larguar nga qyteti ku ka qenë. Në fillim ishte në Donetsk, aty u stërvit me ekipin e Shakhtarit me moshat, për shkak të luftës 10 vjet më parë lëvizi drejt Kievit, por vazhdoi të qëndronte me Shakhtarin. Dhe tani në 2022 kur filloi lufta ai u shkëput drejt Benficës ku bëri një kontratë me skuadrën portugeze bashkë me maman e tij, u largua nga lufta. Dhe është e bukur se gjithmonë në stërvitje ai merr pjesë në goditje e këndit dhe është një lojtar që godet shpesh me kokë. Nuk është rastësia ajo që i thot atij shko atje. Po dhe mënyra si ekzekuton po ta shikosh, duket tipike si një mbrojtje. Dhe Mourinho mbas ndeshjes tha, edhe përpara 2 javësh në ndeshje me Porton kur kishim nevojë në fund, e dërguam portierin përpara për ta shfrytzuar lojën. Aty nuk ndodhi gjëta, po fati e deshta që të ndodhte këtu. Porto e eliminoi kështu. Kishte ca dhëna për Arsenalin Manush se ka golat nga kënd, nga kornet dhe nga goditjet e dënimit. Është një zëvendës i Artetës, thotë që ka punuar me Liverpoolin para 2 vjetësh, tani ka ardhur këtej dhe që kur ka ardhur ai, ka futur të skemën e re të vendosur dhe ke pa Arsenalin si vendosin lojtarët dhe si shkon në rresht një kur godasin me kokë do gjithmonë rëmuj ke shkolla 2 pafund sa gola e bëri 13 gola ja bosi penalti 13 gola si penalti të gjithë shqetësohen nga mënyrë se kanë shumë efikase edhe ata vazhdojnë shënojnë domethënë kjo që ka bërë ai që ka bërë historinë nuk ta shkrep në ndeshje disa herë ka bërë atë punë ai që ta bëjë atje. Në pjesën e fundit do flasim për ndeshjet do luajnë Shkëndia me turqit e Samsunspor në Conference League dhe Drita e Kosovës me slovenët e Çelje. Pas pak kthehemi këtu. Passo në Top Albania Radio. Lorenzo Emilis, sa shanse ka Shkëndia me Samsunsporin dhe Drita me Çeljen? Si mendon ti? Po isha përgatitur për të bërë reklamën një. Bëhe. Të falenderojmë Dental Med d'Austria. Si mund të bësh reklam ti, mjafton buzëqeshjes, po. Dhe po un tani jam i detyruar ta bëj se shkoj aty, jam lidhur shumë edhe. Po doktori na ke larguar, nuk na vjen më doktori. Jo, doktori sa e shkoj nuk e gjej sepse është gjithkohon jashtë, madje këtë radhë takova zonjën e vet, më tha mua se kam ardhur për të takuar doktorin, i thash. Klinika atje ishte plot, nuk jena as vend për të ulur më. Po se ai ka cilësinë e punimeve prandaj. Kurse për pyetjen tjetër që më bëra Glend, mendoj që më shumë shanse ka Drita se sa Shkëndia me Çeljen, do ishte një rezultat i jashtëzakonshëm nëse në njëra nga skuadrat do kualifikohej ose të dyja. Inshallah kualifikohen të dyja. Deri tani është arritje historike. Imagjino se çfarë ndodh më mbrapa. Është një nivel tjetër në krahasim me Çeljen, se Çelja është pothuajse ekip ekipi sloven, nuk është se ka ndonjë. Po. Të shpresojmë të kalojnë të dyja se
Po patjetër. Kjo na jep Nuk i edhe di, ndeshjet e para janë të rëndësishme edhe me një motivim më shumë ne. 19 shkurt janë Që ndeshjet. ne të shkojmë drejt atyre të fusim një ekip në Conference League. Se nuk kemi vite që mbas Skënderbeut më Ato janë ekipe Ekipe shohin Champions League ti flet për Conference League. Po jam ekipe shqiptare. Kur janë ekipe shqiptare ka vëmendje. Por tani nuk janë ekipet shqiptare, ju ka përzihen ekipet andej. Ai ishte kjo që mori Mourinho, kjo ishte që mori Mourinho, Conference League, kjo ishte që mori Po, Mourinho. shqiptare janë ato skuadra. Ekipet shqiptare janë tani Një po ne kemi të njëra është Cuculi atje, të tjetra është është Çonatan. Kishim një ekip tonë të kanal Po mi çfarë bëjmë ekipet tona në presin? Tonat janë ato në farmë. Prisim Dinamo këtë vit, nuk doli dot. Në asamblen shkëlqen futboll. Atje vetë. Ore, s'do të mirë, do ta shikojnë Conference League ti e Gnandja më shumë. Po pra. Po e bëj Ai sa e ka rëndësinë. Ai edhe shkëndien do shohim me ditën, do shohim edhe këto. Ato pak minuta që kanë mbetur, ja kushtojmë tenisit se është turne shumë i bukur këtë javë me këto dy finalet. Qofse merr në telefon përfaqësuesin. Ari do vi mbas finalet do bëj analizën për gjithë ndeshjet. ndeshjet. Tani në telefon ai do ta Po e bëjmë vet analizën, ditën e hënë e kemi proces, Shri do bëj gjithë analizën e Australia Open, por do doja ndaleshim pak sot Kur se luan Alcarazzi me Djokovicin, po më ditën e diel në orën 9:30 mëngjes. Edhe nesër në orën tonë. Nesër është Sabalenka me Rybakinen, finalja e gocave, është një duel shumë i bukur, ky është është Rusi, Bielorusi. Kjo është Kazakistan. Ajo është ruse, po bën për Kazakistan. Elena Rybakina. Po, kështu që është ndeshje shumë interesante. Është shumë më inteligjente. Po ndëgjysh është kjo. Shikoj çfarë ndodhi një gjë në gjysmën finale. Sabalenka po bërtiste kur godiste topin. Edhe në një moment jo që një pikë. Arbitra u shqetësua dhe tha pritet dha mos bërtit kaq shumë, tha se na ngatron me ato që thot out, e kupton? Se vazhdonte bërtitja, shumë e gjatë kur shumë decibel bërtit. Dhe ajo që pikën. Dhe ajo befazu tha. U nervozua shumë. Ndryshove tha, ndryshove mënyrën e bërtitjes, i tha. Vetëm se kaloi në një nervozizëm shumë të madh aty. Shumë nervozizëm se ajo që iku pika. Po ka drejtë që pik gjyqtari? Po ka. Imagjino se çfarë ndodh me bërtitjen, e kupton? Ndryshove mënyrën e bërtitjes. Po ashtu tha. A di sa kujto ato të famshme me Ferdinand Dedën. E mban më? Me qelin. Po. Ha? E tregoje? Që dolin në balkon dhe i thoshin ata çunat që lagja, profesor, maestro. Kush fiton? Shtiu. Jo, kush fiton është tjetër. Spostohet atë se po rrëzohesh. Le tha se ka mall çalli këta, po lef një qen. Po punë malli det lefi. Jo, tha nga notat ta, nuk duket qeni lagjës. Ai ka tani u kujtuar kjo. Jo, i thot. Arbitra nga bërtitra dhe nga bërtitra ke ndryshime. Megjithatë do të themi që Djokovici, masi mundi atë 14 vjet diferencë. Njëri 38, njëri 24, tha ndeshje surreale, tha, kam merit sineri që më shtiu mua në limitet e mia. Kam bërë një ndeshje thot ai që unë se bëj dot më. E qartë. Po vetëm ka një gjë ndërpreu gjithë ciklin pozitiv. Nuk e bën dot për moshën që ka, sa ai ndeshjet mira ka bërë jetëve. Sa bën dot për Po moshën. me Alcarazzi si do jetë, çfarë ndeshje do jetë? Unë s'po kuptoj dot atë Alcarazzi, sa ai tani do sa thonë që e ka shkelur me atë që ndërpreu nesh me Zverevin dhe Zverev. Sot ti nuk besoj që patë mundësi ta shifje. Jo, nuk pas ishin 4 Ja të shpjegoj vetëm me dy fjali. 40 e para dominim absolut Alcarazit. Setin e tretë ndodh një gjë e çuditshme që e kapin ngërçet. Dhe kapja ngërçet nuk po ecë se dot. Edhe një sillim me barku dhe Jo, volli. kishte diare pastaj. Po pra, po këmbët ishte problemi më i madh se ajo e stomakut iku. Ashtu di sjell. Më piu diçka mbaroi. Edhe Këmbët ishte një problem shumë se nuk lëvizte dot. 0-2-2. Dhe ç'a ndodhi tani? Në një moment erdhi mjeku për të i bërë masazh. Po ky masazh u kontestu nga Zverev, nga rivali vet. Sepse tha nuk ka të drejtë ai të marrë pushim. Se mori pushim, mori gati 5 minuta, 7 minuta. Ka rregullore atë. Prit pa tani, rregulloria, shiko çani ç'a ndodhen. Në turnet e tjera ai nuk mund ta bënte një gjë të tillë. Por në turneun e Australia Open këtë vit nga temperaturat e larta, mjekët kanë në dispozicion që të kërkojnë për sportistët një lloj pushimi për temperaturat e larta. Se temperaturat e larta mendohet që bllokojnë muskujt. Nuk ka qenë ky rasti Alcarazit sot, ai kishte ngërçet siç kanë gjithë sportistët, po ai e shfrytëzoi këtë gjë dhe përfitoi. Ndërkohë ai tjetri replikoi shumë ashpër, se u kthye gjyqtarët, tha ju i mbroni këta të dy. E kishte me të dy ai se u bë një situatë shumë drejtën, mbet një lloj përkëdhelie pa ata dy. Për Sinerin dhe për Alcarazin. Ju po i mbroni tha, nuk kjo është situatë poshtër tha, nuk mund të vazhdoj kështu, do u nxef keq. Po ai moment i ndikoi Alcarazit, sepse filloi pak nga pak ta marri veten. Dashu me një këmbë, me një dorë, me kështu. E çoi deri te seti 5 dhe fitoi ndeshjen. Djokovici historikisht. Ai tregoi që ai sot fitoi ndeshje të jashtëzakonshme. Blend, mua më kanë bërë për shtuar të fitosh. Ka mister tenisi. Po. Ka mister. Unë po baneta thash po në fillim të emisionit. Dëmtim është ai Musetit.
ai është tenisi. Ai është muskular. Ai është që nuk luan dot më. Ai nuk luan dot më, i tha unë pushojta, i dha dorën e mori dhurat neshin Djokovic. Që ishin 2-0 për 2-0 për Musetin, po ka një stil shumë bukur mësh. Po çikosh Musetin të nxjerr mallin e këtyre Wawrinkës, tani Roger Federer. Në finale kemi Alcaraz, shumë të lodhur. Ndoshta edhe me dëmtim, se nuk është se e ka rikuperuar veten, po numri 1 në botë. Kemi dhe Djokovic, është eksperiencë e mirë dhe ka marrë shumë zemër tani me fitoren që bëri sot me Sinner. Dhe ishte në formë. Nëse fiton situata që na shfaqet. Ka fiton 100 trofeun e 100. Dhe do jetë diçka e veçantë. Mua më bëri përshtypje kjo përveç kësaj të Musetit, kjo më erdhi shumë keq për këtë që i ndodhi. Më bëri përshtypje edhe gjysmëfinalja që bëri Sabalenka se e pash me Svitolinën, që ishte e vetmja mama. Jo, s'është vetëm mama ajo, është Belinda Bencic, mama. Jo, e vetmja mama. Svitolina është nusja e Gail Monfils. Po pra, e vetmja mama që ka arritur deri mama dhe shkoi lart deri në gjysmëfinale. Dhe ajo kishte edhe një të veçantë tjetër sepse në gjithë stadiumi kishte një mbështetje të jashtëzakonshme për arsye të Ukrainës dhe këtë mbështesin sikur të ishte australiane. Dhe i falenderoj edhe në fund. Po nesër që do mbështesin thotë. Sabalenkën apo Rybakinën? Po këto kanë edhe një problem tjetër, më fal shumë e qetë për këto kanë edhe një problem sepse dhe Rybakina dhe kjo nuk i japin dorë, madje këto kanë kaluar, për shembull Svitolina nuk i jep dorën Sabalenka. Nuk i japin dorë, po e kanë bërë më përpara. Kanë thënë në fund ndeshje nuk i japim dorë. Nuk ja dhe kanë edhe po ta shikosh dhe gjatë lojës kanë një inat kështu edhe gjatë pikëve. Kalon çik politike historia. Edhe ka kaluar. Po se ka ngarkesën politike. Po ka, po. Erdhëm në fund, kemi lënë gjë tjetër pa bërë. Hiç fundjava është e ngarkuar. Ju falenderoj. Nga Big Brother deri ke diell dhe gjithë gjërat e tjera. Ne takohemi të premten tjetër përsëri në Paso këtu në Top Albania Radio, po ashtu edhe në digital. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe mirupafshim. Faleminderit gjithëve.